domethënë hetimin dhe besoj që prokurori admirale do të më falë dhe as nuk kam kur far lidhje me ngjarjen e datës 24 shtator që ka ndodhur në fshatin tim në Banjsk. Të nderuar gjyqtar, ju e dini se unë i jam drejtuar prokurorisë speciale me 18 mars gjatë deklarimit tim. Unë Dušan Maksimović nga Banjska e kam lutur prokurorin special që përfundimisht në fjalën përfundimtare të thotë konkretisht çfarë kam bërë unë dhe çka më vihet në barë. Në këtë çështje ne nuk kemi marrë përgjigje, me fat, për fat kemi pranuar përgjigje në lidhje me fotografit, për të cilat unë kam thënë se kur më parë nuk i kam parë ato fotografi. Normal se nuk i kam parë kur gjitha fotografit nga 2 telefona, të cilat janë të regjistruar me emër të njëjtë, ashtu siç e tha edhe avokatja ime Jovana, SMA 127 F, janë të përshkruara si kurse janë të mijat. Kush e ka regjistruar këto 2 telefona me emër të njëjtë, le të jetë në ndërgjegjen e tij. Do të tentoj domethënë që të mos e zbuloj domethënë hetimin dhe besoj që prokurori admirale do të më falë, vetëm do të them, ai e udhëheq lëndën në lidhje me barikadat nga muaji dhjetor 2022 dhe se të gjitha fotografit nga këtë akuzë në faqen 132 dhe 133 janë pjesë e asaj lëndë të tij. Mendimi im është se ju është dashur ta dini këtë gjë. Unë sot dua të falenderoj avokatën time Jovanën, e cila me prova e ka argumentuar se secila fjalë e imja në këtë proces është e vërtetë, as nuk kam gënyer asgjë, as nuk kam shehur asgjë dhe as nuk kam kur far lidhje me ngjarjen e datës 24 shtator që ka ndodhur në fshatin tim në Banjsk. Unë sinqerisht besoj dhe thellësisht shpresoj se falënderimi im i rallës do t'i drejtohet pikërisht juve, trupi i nderuar gjykues, pas shpalljes së aktgjykimit.